lutja në surën El-Fatiha është e varur për pjesës të parë. Sa më mirë që e kuptojmë pjesën e parë, sa më mirë që e ofrojmë falenderimin, madhrimin ndaj Zotit, ja çelim vetë derën mju lut Zotit. Zoti i Madhreshëm po thoj ka, pjesa e dytë është robi lutet edhe ati takon çka të lutet. Pjesa e dytë është lutje. Po interesant është që këtu kemi veç një lutje. Edhe kjo lutje tregon thelbin e fesë. Kjo lutje e tregon çështjen më të koklavit në jetë. Çështja më delikate në jetë është orientimi. A dini pse është çështja më delikate orientimi? Se mu orientu gabim ose mu rreshtu gabim. Krejt mundi shkon hoq. Mu rreshtu sakt, me kon rrugë drejt, me kon rrugë të marë, qa do që të punojsh është sakt, të logaritet, që me thonë në bagazhin ose në profilin tanë. Në mas pari qartësohet rruga. Njeriu njët mas pari duhet me ditë rrugën, tani me jetë stutje, tani me shku për para.